Ndryshe prej zgjedhjeve. Ndodhem në tregun e veturave, ku shumë qytetarë nga shumë qytetet e Kosovës vinë, dikush për të shit, dikush për të blerë, varësisht prej asaj çka ata kanë më shumë nevojë. Fillimisht desha me të pyeta kona sa nevojë me ble, se këtu kum nis që Koxhalirën senet. Kam përshtypjen që çuçja genisti sot kam nevojë me shit në kan. Për shembull, unë çka deshta me ble është tu që thonë këty në fleksave që prejet betoni për shkak të situatës që vazhdimisht e kemi pas këty në viteve të fundit, në pse jo me thyr ndonjë blokadë ndaj beton, po pak rëndësi ko, dalim edhe aty, po dalë diçka patike këtu. Pse s'po bash i sinqert? Ty të vyn një. Sa e lodh. Ty të vyn një çekesh apo një çekan të vyn. Çmimi çtyne. €5 Arben, qysh mujna me abo për qitu? Le e mirë është, mos u shty në... Zez, zotri Zez, më thonë nga regjia që nuk e ke fjallën për me thy blok të blokadës politike, po më thonë nga regjia se ti ke shumë bloka që ti kanë banë rrjetës sociale, edhe ke nevoj një hilta, një diçka që i thëmë blokat se... Shumë blokat kanë ba. Prej hiltave me fuqi shumë të madhe. Edhe politike, po edhe në rrjetet sociale, pse jo? Si është atmosfera, njerë ka shumë njerëz në trega, po ka njerëz që po knaqin në treg. është momentalisht është një fluks jo i mas, që jemi mësuar po edhe prej rrjeteve sociale, po padyshim që është herët këto fluksi kryesor fillon pas orës 10:30, ndoshta dikush ka vendosur fillimisht me votu, pastaj me dal treg me bë pazaret e tyre, por që ne pas kësaj lidhje do tentojmë të gjejmë ndonjë shits ose blers ose jo, me pyet fillimisht a ka votu, edhe më pas me vetën se veç ka bën ndonjë bledhje ose ka shit diçka. Faleminderit shumë, na lë me pamje pak se është e bukur atmosfera në treg. Vetëm mendojnë për tregën na lë me pamje të shohim gjithçka që ndodh në tregun e veturave, kështu quhet pazari i kerrave në Prishtinë. Është një prej zonave më të frekuentuara, në fakt të dielët mish marrin kuptim tjetër nëse shkoni e kaloni pak ka tregu i veturave.